Mos harro të bësh subscribe. Qershori është muaji I fatit të madh. Zbuloni 4 shenjat e horoskopit që do të dominojnë me sukses. Qershori po troket në derë dhe me të vjen një erë e re shprese, energjie dhe mundësisht të jashtëzakonshme për disa shenja të horoskopit. Ky muaj pritet të sjellë një kthes pozitive, ku fati do të jetë më shumë se kurrë në anën tuaj. Jo vetëm që do të ndjeni një rritje të energjisë dhe motivimit, por edhe rezultatet në dashuri, punë dhe financa do të jenë të jashtëzakonshme. Në këtë periudhë, yjet do t'ju japin përkrahjen që ju duhet për të përparuar dhe për të realizuar ëndrat tuaja më ambicioze. Suksesi do të vijë në mënyra të papritura, duke ju hapur dyrë të reja dhe duke ju sjellë mundësi për të arritur atë që keni ëndërruar prej kohësh. Por më e rëndësishmja, do të ndjeni një ndjenjë qetësie dhe vetbesimi që do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë. Në këtë video do të zbulojmë se cilat janë 4 shenjat që do të përfitojnë më shumë nga ky muaj I mrekullueshëm, dhe pse qershori do të jetë për të një muaj I mbushur me fat dhe sukses. Nëse je nga ato shenja, përgatitu të marrësh valën pozitive dhe të jetosh një qershor të paharrueshëm. Gaforja. Qershori do të jetë një muaj shumë I veçantë për gaforen, sidomos në fushën e marrëdhënieve personale dhe karrierës. Yjet do të favorizojnë një rritje të ndjeshme në energji dhe motivim, duke të dhënë mundësinë të marrësh iniciativa që më parë I ke hezituar. Në punë mund të presësh oferta të reja, ngritje pozicioni ose projekte të mëdha që do të vlerësojnë aftësitë tua. Në dashuri, marrëdhëniet e vjetra do të përforcohen dhe marrëdhëniet e reja do të jenë të mbushura me emocion dhe stabilitet. Financat do të jenë në një rrjedhë pozitive, me mundësi përfitime të papritura. Por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Shigjetari. Qershori sjell një valë optimizmi dhe rritjeje të fuqisë për shigjetarin. Do të ndihesh më I lirë të eksplorosh ide të reja dhe të ndjekësh ëndrat e tua me guxim. Karriera do të jetë në fokus, me mundësi për suksese të mëdha dhe përparim profesional. Lidhjet personale do të mbeten të forta dhe dashuria do të marrë një dimension më të thellë, sidomos për ata që janë në lidhje serioze. Financat do të përmirësohen fal planifikimit të mirë dhe vendimeve të mençura që do të marrësh. Peshorja. Ky muaj do të sjellë për peshoren një rilindje kreative dhe sociale. Do të ndihesh më e fuqishme në marrëdhëniet shoqërore dhe profesionale, duke krijuar mundësi të reja bashkëpunimi dhe rritjeje. Në punë, projekte të rëndësishme do të marrin hovë dhe do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë tua në mënyrë të spikatur. Në dashuri, do të ndjesh një harmoni të veçantë, ndërsa vetbesimi yt do të ndihmojë të jesh më I hapur për ndjenja të reja. Financat do të jenë stabile, me shanse për fitime ekstra. Bricjapi. Për bricjapin, qershori do të sjellë një periudhë frutdhënëse dhe plot sukses në të gjitha fushat. Në karrierë do të marrësh njohje dhe shpërblime për përpjekjet e tua. Mund të marrësh përgjegjësi më të mëdha dhe të fillosh projekte që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tënde. Në dashuri, marrëdhëniet do të forcohen dhe do të ndjesh stabilitet emocional. Financat do të jenë në rritje, fal mundësive të reja për të investuar ose për të përfituar nga burime të papritura. Shenjat me më pak fat në qershor. Luani. Qershori për luanin do të jetë pak sfidues në disa fusha. Në punë mund të ndihesh I bllokuar ose I ngecur në situata që nuk ecin përpara sa do dëshiroje. Sfidat do të kërkojnë më shumë durim dhe përpjekje nga ana jote, veçanërisht në marrëdhëniet profesionale. Në dashuri, disa keqkuptime mund të lindin, prandaj është e rëndësishme të komunikosh hapur dhe me kujdes për të shmangur konfliktet. Financat duhet të menaxhohen me shumë kujdes, pasi shpenzimet impulsive mund të krijojnë probleme. Përpiqu të qëndrosh I e përqendruar dhe të mos marrësh vendime të nxituara. Ujori. Ujori këtë muaj do të përballet me disa pengesa që do të kërkojnë fleksibilitet dhe durim. Në punë, projektet mund të vonohen ose nuk do të ecin me ritmin që do të doje. Duhet të kesh kujdes me marrëveshjet dhe kontratat, mos nënvlerëso detajet që mund të krijojnë probleme më vonë. Në dashuri, marrëdhëniet mund të jenë të trazuar për shkak të mungesës së komunikimit ose pritshmërive të paplotësuara. Financat do të jenë të qëndrueshme, por nuk duhet të bësh investime të rrezikshme ose të ngutshme. Peshqit. Për peshqit, qershori do të jetë një muaj me sfida të brendshme dhe jashtme. Në fushën profesionale mund të ndihesh I lodhur ose I demotivuar dhe kjo mund të ndikojë në performancën tënde.
Do të jetë e nevojshme të gjesh mënyra për të rigjetur energjinë dhe fokusin. Në dashuri, mund të ketë momente pasigurie ose ndjenja të paqarta që kërkojnë komunikim dhe sinqeritet. Financat duhet të menaxhohen me kujdes dhe të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Është e rëndësishme të qëndrosh i eduruar dhe të mos humbësh shpresën, sepse periudha sfiduese është vetëm kalimtare.